Një 25 vjeçar mbyti me jastëk një plak 78 vjeçare. Prokuroria dyshon se ai ka qenë i përfshirë edhe në vepra të tjera penale. Të dhënat organizatës ndërkombëtare të punës tregojnë se punonjësit me pagë minimale në Maqedoninë e Veriut marrin vetëm 18% të punës së krijuar. Presidentja e Bullgarisë Iliana Jotova tha se Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër për në Bashkimin Evropian. Bullgarët patjetër duhet të hyjnë në kushtetut. Sociologu Sonaj Rahimi vlerëson se kufizimet e menjëhershme të rrjeteve sociale sjellin pasoja psikologjike për të rinjt. Të nderuar shikues, përshëndetje. Prokuroria ka gjetur një grua pa shenja jetën në shtëpi nga fshati Qellopek, komuna e Nagoriçanit të vjetër. Organet e drejtësisë kanë dyshyme se gruaja është privuar nga jeta në mënyrë të dhunshme. Policia ka arrestuar personin e dyshuar për vrasjen, për cilin ka indikacione se paraprakisht ka kryer edhe vepra të tjera penale. Policia ka privuar nga liria një 25 vjeçar nga fshati Mallotin, komuna e Nagoriçanit të vjetër për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale sipas nenit 123 të kodit penal. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ai dyshohet se më 12 shkurt 2026 në shtëpinë e saj e ka sulmuar fizikisht dhe e ka mbytur me jastëk një grua 78 vjeçare nga fshati Qellopek, komuna e Nagoriçanit të vjetër, pas çka ajo ndroi jetë në vend ngjarje. Një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Kumanov ka kryer ekspertizë në vendin e ngjarjes në fshatin ku u gjet trupi i pajet i viktimës. Nga prokuroria njoftuan se janë lëshuar disa urdhra për sigurimin e provave dhe gjurmëve nga vendi i ngjarjes, të cilat do t'i nënshtrohen ekspertizave shtesë me qëllim zbarjen e plotë të rastit. Po ashtu organet kanë indikacione se i njëjti person në periudhën e kaluar mund të ketë qenë i përfshirë edhe në vepra të tjera penale në rajonin e Kumanovës dhe për këtë arsye, me urdhër të prokurorit publik, po ndërmerren veprime intensive për përcaktimin e të gjitha rrethanave dhe lidhjes së mundshme ndërmjet ngjarjeve. Nga prokuroria theksojnë se pas shqyrtimit të plotë të fakteve dhe mbledhjes së të gjitha provave relevante, do t'inicohen procedura përkatëse kundër personit të dyshuar. Një burrë 52 vjeç e ka sulmuar fizikisht partneren e tij 32 vjeçare, e cila ishte në muajin e dytë të shtatëzanisë. E ka qelluar me krushta dhe shqelma dhe në një moment e ka kapur edhe përfyti. Prokuroria nisi procedurën ndaj të dyshuarit dhe ka kërkuar nga gjykata masa kujdesi. Prokuroria Publike e Shkupit ka filluar procedurë kundër një burri 52 vjeçar të dyshuar për veprën penale lëndim trupor. I dyshuari, ndërsa kryente dhunë në familje në shtëpinë në rrugën Rajko Zhinzifov, sulmoi fizikisht partneren e tij 32 vjeçare, e cila ishte në muajin e dytë të shtatëzanisë, njofton prokuroria. Në deklarat thuhet se gjatë një grindjeje, ai filloi ta godiste gruan me grushte dhe shuplaka, duke i shkaktuar lëndime fizike, gërvishtje, ëndje dhe hematoma në kokë dhe trup. E dëmtuara filloi të bërtiste me zë të larë dhe të kërkonte ndihmë me qëllim që fqinjet ta dëgjonin dhe të thërrisnin policinë, por sa më shumë bërtiste ajo, aq më agresiv bëhej i dyshuari dhe e godiste më fort dhe në një moment, me qëllim që ta heshte, e kapi përfyti. Prokuroria informon se viktima, për të shpëtuar veten dhe për t'u larguar nga shtëpia, e bindi të dyshuarin të shkonte te një ginekolog për të bërë një ekzaminim dhe për të parë foshnjën. Ndërkaq, kur ata shkuan tek ginekologu i tyre familjar me makinë dhe i dyshuari ndaloi në semaforin në bulevardin Shën Klimenti Ohridski, e dëmtuara arriti të shpëtonte nga automjeti dhe hyri në një kafene për të kërkuar ndihmë. Ajo mori hua një telefon celular nga një burr që ishte ulur në kafene dhe menjëherë raportoi në polici. Prokurori publik kërkoi nga gjykata detyrim për të dyshuarin që të paraqitet periodikisht te një zyrtar i caktuar ose tek një organ shtetëror kompetent, sekuestrim të përkohshëm të pasaportës, si dhe ndalim për t'u afruar ose për të mbajtur kontakt me palën e dëmtuar.
Të dhënat organizatës ndërkombëtare të punës tregojnë se një punonjës në Maqedoninë e Veriut me pagë minimale merr vetëm 18% të punës që ka krijuar. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë thotë se përpjekjet për të ndaluar rritjen e pagës minimale nuk dalin nga produktiviteti i punëtorëve, por nga sa të pasur janë pronarët dhe funksionarët në kurrizë të punës punëtorëve. Punëtorët në Maqedoninë e Veriut prodhojnë më shumë se 2 fishin e vlerës ekonomike krahasuar me atë që marrin si pagë, sipas të dhënave të organizatës ndërkombëtare të punës, të cilat sot i ka bërë publike lidhja e sindikatave të Maqedonisë. Sipas tregut për bruto, prodhimin vendor për një orë pune, produktiviteti i një punëtori arrin rreth $34, mbi mesataren botërore prej 23.27 dollarësh. Në nivel mujor, me një mesatare prej 168 orësh të punuara. Kjo do të thotë se një punëtor krijon 297.024 denar, vlerë ekonomike. Megjithatë, paga minimale neto në vend është vetëm 24.379 denar, që përkthehet se një punëtor me pagë minimale merr vetëm 17% të asaj që ka krijuar. LSM thekson se kjo shpërndarje është jo proporcionale dhe e padrejtë, sepse pjesa më e madhe e vlerës ekonomike përfundon për shpenzime kapitale dhe jo tek punëtorët. Është e qartë se përpjekjet për të ndaluar rritjen e pagës minimale nuk dalin nga produktiviteti i punëtorëve, por nga sa të pasur janë pronarët dhe funksionarët në kurrizë të punës së punëtorëve. Produktiviteti i punëtorëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut është më i lartë se në disa vende të rajonit, si Mali i Zi, Serbia, Bosnia dhe Shqipëria, dhe afër nivelit të Bullgarisë. Megjithatë, paga minimale mbetet dukshëm më e ulët se në shumicën e vendeve fqinje. LSM konkludon se punëtorët shfrytëzohen, e kjo situatë sipas tyre mbështetet nga punëdhënësit dhe institucionet, duke theksuar se në shtet ka hapësirë ekonomike për rritje më të madhe të pagave. Presidenti janë detyre Bullgarisë Iliana Jotova tha se Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër për të hyrë në Bashkimin Evropian pa përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Sipas saj, këto kushte janë në përputhje me kriteret evropiane dhe janë pjesë e kornizës së dakorduar. Presidenti janë detyre Bullgarisë Iliana Jotova deklaroi se Sofia është e shqetësuar nga informacionet se Maqedonia e Veriut po shqyrton mënyra alternative për hapjen e kapitujve të tjerë në negociatat antarësimit me Bashkimin Evropian, në vend që të fillojë me klasterin e parë që lidhet me të drejtat e njeriut. Sipas saj, pikërisht klasteri i parë përbën bazën e gjithë procesit negociues dhe Bullgaria nuk do të pranojë anashkalimin apo shtyrjen e tij. Ключово доверието. Maqedonia e Veriut të mos mashtrohet se ka rrugë më të shkurtër. Deri në qershor duhet të zgjidhet çështja nëse ende dëshiron të jetë pjesë e BE-s. Në kuadër të konferencës së sigurisë në Munich, ajo realizoi takim me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, me cilin bisedoi për zgjerimin e Bashkimit Evropian, zhvillimet në Ballkanin Perëndimor dhe qëndrimin bullgar lidhur me procesin eurointegrues të Maqedonisë së Veriut. Jotova përsëriti se pa ndryshime në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut dhe pa përfshirjen e bullgarëve si pjesë e popujve në shtet, nuk do të ketë përparim në procesin e integrimit evropian. Sipas saj, këto kushte janë në përputhje me kriteret europiane dhe janë pjesë e kornizës së dakorduar. Ajo theksoi se deri në qershor me angazhimin e Bullgarisë dhe partnerëve europian duhet të gjendet një zgjidhje nëse Maqedonia e Veriut dëshiron të vazhdojë rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në fund, Jotova shtoi se Bullgaria do të vazhdojë të mbrojë fuqishëm interesat e saj kombëtare brenda institucioneve europiane dhe në NATO, duke theksuar se Europa duhet të marrë përgjegjësi më të madhe për sigurinë dhe të ardhmen e rajonit, sidomos duke pasur parasysh rolin e Bullgarisë si kufi i jashtëm i Bashkimit Evropian. LSDM-ja dhe VMRO DPMN-ja kanë vazhduar përplasjet në lidhje me subvencionet për bujqësi. Opozita maqedonase tashmë një kohë po akuzon pushtetin se ka ulur mjetet për subvencione dhe se qeveria vështirëson kushtet për qasjen e subvencione, posaçërisht për fermerët e vegjël. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski pretendon se qeveria po mbështet vazhdimisht fermerët dhe se ka paguar plotësisht subvencionet.
Përkundër akuzave të opozitës se pushteti po e shkatron në mënyrë sistematike bujqësinë duke goditur drejt për drejt fermerët me uljen e mjeteve për subvencione, qeveria pretendon se po ofron mbështetje për prodhimin vendor. Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski sot nga Nekotina tha se qeveria i ka përmbushur detyrimet ndaj fermerëve duke i paguar plotësisht subvencionet dhe se kjo duhet të shërbejë si motiv për sezonin e ri prodhues. Shpresoj se kjo do të jetë nxitje për një vit edhe më të mirë dhe më të suksesshëm me prodhim cilësor dhe bujq të motivuar. Ne do të vazhdojmë ta mbështesim dhe stimulojmë bujqësinë. Gjithashtu ai nënvizoi se kompanitë maqedonase po bëhen gjithnjë më konkurruese në tregun ndërkombëtar. Çmimet që mund të shihen këtë vit janë vërtet të mira, ndërsa shpresoj që sezonin e ardhshëm të kemi çmime edhe më të larta dhe kështu çdo vit të ecim përpara, sepse puna duhet të vlerësohet dhe duhet të stimulojmë prodhimin vendor. Qeveria sipas tij do të vazhdojë të mbështesë sektorin edhe përmes investimeve në infrastrukturë si faktor kyç për zhvillimin ekonomik dhe komunikim më të lehtë. LSDM akuzon qeverinë se i ka ulur subvencionet për bujqit për 40 milion euro. Bujqit me njëherë pas punëtorëve janë viktimat e reja të politikave kriminale të koalicionit të tenderëve VMRO-ZNAM. Qeveria Mickoski i uli subvencionet për bujqit nga 140 milion në 100 milion euro. Këto janë 40 milion euro të marra drejt për drejt nga mundi, puna dhe ekzistenca e njerëzve që prodhojnë ushqim, thuhet në komunikatën e LSDM-s, ku gjithashtu shtohet se kjo është një goditje madhe për bujqit, për familjet e tyre dhe për prodhimin vendor. Sipas LSDM-s, para zgjedhjeve, VMRO do përmendja premtonte 180 milion euro subvencione për bujqit, ndërsa tani në vend të rritjes morën shkurtime. Në vend të mbështetjes, bujqit u mashtruan dhe u poshtruan, thuhet ndër tjera në komunikat. Nga partia thonë se janë vështirësuar edhe kushtet për marrjen e subvencioneve dhe është hequr pagesa avans. LSDM-ja gjithashtu pretendon se për shkak të parregullsive është pezulluar programi i part 3, duke vënë në pikpyetje mbështetjen nga fondet europiane për bujqësinë. Ndikimi i madh i rrjeteve sociale tek fëmijët dhe të rinjt të cilët po kalojnë gjithnjë më shumë kohë në botën virtuale, përbën një sfidë për shoqërinë. Sociologu Sunaj Rahimi vlerëson se nevojitet bashkëpunim mes ekspertëve dhe institucioneve për gjetur mënyra mbrojtjeje për grup mosha të reja. Vendosja e kufizimeve të menjëhershme, sipas sociologut, mund të sjellë pasoja psikologjike, prandaj kërkohet qasje e kujdesshme. Në ekranet që ndizen para se të mësohet alfabeti dhe në botën virtuale që po zëvendëson oborin e shkollës, po rritet një brez më i lidhur me algoritmet sesa me realitetin. Pikërisht për këtë temë ka folur sociologu dhe profesori i Universitetit Nëna Tereza në Shkup, Sunaj Rahimi. Ai u shpreh se sot jemi duke jetuar në kohë të vështirë, ndërsa rrjetet sociale kanë vërshuar gjithandej dhe viktimat nuk janë vetëm të miturit. Unë mendoj se ka ardhur koha që jo shoqëria jon, po shoqërit e gjitha vendeve të botës të ulen pak, të bisedojnë me ekspertët e çështjes, me sociolog, me filozof, me sociolog, psikolog, po pse jo edhe me ata të IT-s, për shembull, edhe të shohin, të gjejnë ndonjë modul, të gjejnë ndonjë mundësi, për shembull, një platformë të caktuar, e cila këto grup mosha të reja në një farë mënyre do t'i mbronte nga ky atakim, nga kjo kanosja, nga kjo rrezik, cilët sillen nga ana e përdorimit të rrjeteve sociale. Rahimi theksoi se kohëve të fundit të gjithë po i përcjellim këto informacione qoftë nëpër lajme ose nëpërmjet portaleve të ndryshme, ku ceku se po marrin informacione se shtetet e caktuara vetëm se kanë filluar të vendosin masa të tilla mbrojtëse, ku sipas tij diku ndalohet për grup moshën në 16 vjet, përdorimi ose qasja në këto faqe ose rrjete sociale. Këtu në Maqedoni, unë personalisht si sociolog që i përcjell vazhdimisht këto ngjarje sociale, për se kanë nisë disa qytetarë një lloj iniciative në për këto platformat, ku shikojnë të marrin marrin do me thonë më tepër përkraje prej njerëzve për me fillu një procedurë, ndoshta edhe ligjore, me çka sikur edhe Slovenia që e ka bën këtë fundit, ndalimin do me thonë e rrjeteve sociale për grup moshet nën
16 vjeç, që edhe te ne dojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Sociologu Raimi gjithashtu ka treguar se të gjithë jemi qenie njerëzore dhe qofshin ndonjëherë ato ndryshime shumë të mira, edhe ato ndonjëherë sjellin telashe sepse njerëzve ju duhet kohë derisa të adaptohen në rrethanat e reja. Ashtu duhet edhe të bëhet, si me thonë, detoksifikimi. Do me thonë, me gjetë një antihelm, antidot kundër që këtynve helmimeve të këtyre rrjeteve sociale që po ja bëjnë gjeneratave të reja. Do të bëhet me mençuri, bëhet me njerëz të cilët janë ekspertë të fushës, që thonë lidhen të gjithë dhe e shohin cila moduli, cila është modusi, forma, mënyra, qasja më e mirë që të mos dëmtohen për shembull rinia, i kanë 15 vjet, 16 vjet, por mënyrë më janë ndalu, ndonjëherë ajo mund të shkaktojë edhe krizë psikosociale, domethënë psikike në atë kuptimin mund të sjellë edhe ardhje të disa shqetësimeve me përmbajtje për shembull depresive. Kujtojmë se gjithashtu dhe Australia ndaloi aksesin në mediat sociale për fëmijët në 16 vjeç dhjetorin e kaluar, ndërsa Franca miratoi një ligj muajin e kaluar që ndalon përdorimin e mediave sociale për ata nën 15 vjeç, kurse qeveria çeke po shqyrton ndalimin e përdorimit të mediave sociale nga fëmijët nën moshën 15 vjeç, mes shqetësimit në rritje për ndikimin e platformave online tek të rinjët. Vazhdojmë tej me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Zëvendës, sekretarja përgjithshme e NATO-s Radmila Shekerinska ka deklaruar se investimet në mbrojtje janë të rëndësishme për sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. E pyetur për takimin e fundit të zyrtarëve të mbrojtjes së Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe për paralajmërimin për ushtrimet përbashkëta ushtarake, Shekerinska u shpreh se Shqipëria dhe Kroacia si anëtare të NATO-s janë kontribues të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin rajonal. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, tha se Shqipëria dhe Kroacia kontribuojnë në stabilitetin rajonal, kur u pyet për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes të dy shteteve të aleancës me Kosovën. Shqipëria dhe Kroacia nuk janë vetëm aleate të besueshme dhe të çmuara brenda aleancës. Ato janë edhe kontribuese për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ato kanë prani në KFOR, por në përgjithësi janë të përqendruara në mbështetjen e kësaj agjende në rajon. Tha Shekerinska për Agjensinë Sërbe të Lajmeve Beta. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia marsin e vitit të kaluar nënshkruan një deklaratë për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Zyrtarët e mbrojtjes të këtyre 3 shteteve janë takuar 2 herë gjatë këtij muaji për zbatimin e kësaj deklarate dhe kanë paralajmëruar se gjatë këtij viti do të zhvillojë një stërvitje të përbashkët. Ky bashkëpunim ka zemëruar Serbinë, presidenti i të cilës Aleksandar Vučić e ka parë si aleancë sulmuese kundër serbëve dhe Serbisë. Shekerinska shtoi se NATO-ja nuk merr pjesë në diskutime apo konsultime për deklaratën e shkruar nga Prishtina, Tirana dhe Zagrebi. Por antarësimi në aleancë nuk i parandalon shtetet që të kenë marrëveshje shtesë të mbrojtjes me palët të treta. Prania jonë në Ballkanin Perëndimor synon mbështetjen e këtij lloji të dialogut politik, tha Shekerinska. Një ditë më parë, Vučić tha se është i shqetësuar për bashkëpunimin mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, duke shtuar se për këtë shkak Serbia do të rrisë investimet në fushën e mbrojtjes. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.